Ndëgjën e ligjin e ri që e ka bo Donald Trump në Amerikë. Pastaj kam do fjallë për këtë pjesë. And I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Nëse është e vërtet që shka thonë atëhere fundi njësive drejt që të më thonë LGBT-s po I vjen. Sepse në ligjet e Amerikës është vendosur vetëm moshkull me femnën. E jo moshkulli me moshkull, femna me femën e shumë sene ti. Që e dëmtojnë shoqnin tonë, që I dëmtojnë fëmijët tonë. Por që ishpo më duket mua Donald Trump e ka kuptuar që nuk bërë më përzim punë zotit, se me bo më të gëdit a I nalt, ta na I mo nuk e di u. Prandaj, edhe ti Albin Shqiptaria do të me marrë këtë mos që që ka marrë kë. Se kontra Amerikës na jena zero. Edhe ti do të me bo Albin Shqiptaria që që bën Amerika. Mos me ne elon me orë këtë degenerim në shtetin tonë të dashur të Shqiptarisë. Prandaj, që te kishin kryu Albin Shqiptaria edhe e hjek ligjin djali me djali, qika me qike len, veç moshkulli me femën, qyshe kalon zote, pik.